Dielli përcëllonte me rrezet e tij. Ndërsa plaku mjekërbardh nisej për në faljen e namazit të drekës. Rrudhat e tij në ballë tregonin vuajtjet e tij në jetë, duke filluar që nga fëmijëria e tij e deri në ditët e sotme. Por për çudi, në sytë e tij vërehej krenaria dhe brendia e shpirtit të lumtur. E nga njëherë ajo lumturi manifestohej me buzëqeshje, e cila rënjët i kishte në besimin e Allahut të madhëruar. Besim i kultivuar me një ndjenjë të veçantë. Derisa po kalonte skajin e rrugës, rastisi në një çonë me një çantë në dorë, i cili duke vrapuar goditi plakun dhe u rrëzua për tokë. Ndërsa plaku i habitur nga ky takim i papritur me njëri tjetrin, filloi ta marrë dhe ta ngrisë fëmijën e rrëzuar, i cili filloi të qajë nga dhembjet e shkaktuara. Duke ja shkundur pluhurin nga rrobët e tij të bukura dhe duke vendosur gishtin afër buzëve për të heshtur, preku syrin dhe lëvizi dorën djathtas e majtas për të ndërprerë të qarën. Në atë moment, Beshiri i vogël me njëherë e kuptoi se plaku me të cilin u ndesh është Shurdh Mehmet. Filloi ta shikoi me një sy të mbushur me lot. Përderisa plaku ja preku mjekrën e tij të butë dhe duke e puthur në faqe, sikur donte t'i thonte dhe t'i bënte me shenjë se ai dëshiron të shkojë diku me të. Beshiri me një lëvizje të kokës ja bëri me shenjë se u pajtua me propozimin e tij. U nisën dhe mbërritën deri tek dera e oborrit të xhamisë. Aty Beshiri e kuptoi se plaku e kishte ftuar që të shkojë në xhami. Mirë po, çfarë të bëj Beshiri i vogël në xhami, kur nuk kishte mësuar se si të falej, dhe po i thoshte plakut se nuk di të falej. Ndërsa plaku i urt i tha se do ta mësoj të falet. Morën abdes së bashku dhe hynë në xhami. Ezani u shtoi, duke lajmëruar kohën e namazit të drekës. Ndërsa Beshiri shikonte në lartësinë e xhamisë për brenda, duke u habitur dhe duke menduar se sa kjo xhami është e lartë. Plaku i urt filloi ta mësoj Beshirin, por ama vetëm lëvizjet e namazit, pasi ai ishte Shurdh Mehmet dhe nuk kishte mundësi t'ja mësoj edhe duat përcjellëse të namazit. Pas faljes së namazit, plaku dhe Beshiri u nisën për në shtëpi. Mirë po, ende pa arritur në destinacion, plaku hyri në një dyqan dhe i bleu atij disa bombone dhe ja futi në çantë. Sërish, duke ja bërë me sy dhe me gisht si shenjë që të heshtë. Kjo ngjarje vazhdoi edhe disa ditë të tjera, sa që Beshirit ju bë shprehi shkuarja me plakun për të falë namazin. Beshiri edhe kur luante me shokët futboll, loj kjo shumë e dashur për të, kur shihte plakun që po kalonte andej pari, linte lojën dhe vraponte pas tij, sepse e kuptonte se ishte koha e namazit. Kaluan shumë vite
dhe Beshiri, pas kryerjes së shkollës fillore, udhëtoi për në qytetin e Gjiddës, qytet bregdetar në Arabinë Saudite, për të vazhduar shkollimin e mesëm dhe atë universitar. Beshiri, që atje filloi të mësoj se si falet namazi me duat përcjellëse, kuptoi besa esencën e namazit, mësoi leximin e Kur'anit sepse të gjitha këto ishin shumë problem të mësohej në një vend sikur ishte Tunisi, për shkak të qëndrimit të shtetit me laicizëm ndaj Islam. Shkurt, Beshiri dhe bashkombasit e tij ndjeheshin të huaj sa i përket Islamit në atë dheun e tyre. Pas disa viteve të qëndrimit në Arabinë Saudite, Beshiri u kthye në shtëpi, por kësaj here jo si Beshiri i vogël, por i rritur dhe me shtatë të lartë. Me një fytyrë të rrumbullakët, me sy të kthjellët dhe me një buzëqeshje të madhe. Mirë po, ende pa shkuar për të vizituar familjen e tij, së pari shkoi të vizitoj plakun e fëmijërisë së tij, i cili kishte mbjellur te ai dashurinë e Islamit, namazit, edhe pse me gjuhën e gjesteve. Takoi plakun, i cili kishte qenë në shtëpi për brenda. Shtëpia ishte shumë e vogël, me një korridor të vogël dhe me 2 dhoma të vogla. Plaku u gëzua pamas për ardhjen e Beshirit, saqë i pikuan lotët në përfaqe. Ndejti pak me të dhe u nis për tek familja e tij. Pas një kohe, Beshiri e kuptoi se plaku ishte i sëmur dhe shkoi për ta vizituar atë. Kur hyri brenda, pa se plaku ishte shtrirë në shtrat dhe po flinte. Por për çudi, në momentin kur hyri Beshiri në dhomë, ai hapi sytë dhe ktheu kokën kah ai. Beshiri i u afrua plakut dhe u ul afër tij. Kapi dorën e tij dhe e puthi në shenjë dhimbjeje për të pasi ishte i sëmur. Ndërsa plaku e shtrëngoi i fort dorën e Beshirit. Beshiri me shenja të dorës po e pyet se si është me shëndet dhe se do të bëj më mirë, pa dyshim për këtë. Dërsa plaku, duke ngritur mesin e buzëve dhe duke ulur skajet e tyre, ja bëri me shenjë Beshirit se për të tani më ka ardhur fundi. Por, plaku i tha Beshirit, ka një javë që nuk ka bërë namaz. Ndërsa Beshiri i çuditur e pyeti, po përse? Ai i tha se pa abdes si mund të falej. Në këtë qast, Beshiri u mendua pak dhe doli për jashta, ku në një qoshe gjeti një gur deri diku të madh. I afroi dhe i tregoi se si merret tejemumi. Plaku mori tejemum, ndërsa Beshiri tash po e mëson se si falej kur është i shtrirë. Kështu, derisa plaku po falte namazin, pasi mbaroi, filloi të ndjehej edhe më keq. Kështu që ndjente se fundin e ka shumë afër. Plaku shikonte Beshirin mu në sy, duke i treguar atij se më erdhi fundi. Dërsa Beshirit filluan të pikojnë lotët nga dhembja. Ashtu, në atë moment,
Beshiri me gjeste po I thoshte plakut: kur isha unë fëmijë, ti ma mësove namazin, dërsa unë po ta mësoj në pleqëri. Plaku me dhembje të mëdha buzëqeshi dhe I tha Beshirit me gjeste: unë vërtet ta mësova namazin në fillim të jetës, dërsa ti po ma mëson namazin në fund të jetës. Dhe me njëherë pas kësaj drejtoj sytë ka qielli dhe dorëzoj shpirtin. Njerëzit e mëdhenj njëherë vdesin, por gjithmonë jetojnë. Plakut, të cilit as unë nuk arrita t'ja mësoj emrin, ishte mësuesi dhe thirrësi më I mirë në Islam. Dinte ta doj dhe ta duan. Unë isha ai që e kam dashur më së shumti, sepse ju gjeta në momentin e vdekjes, tha Beshiri me lot në sy, duke na e treguar neve ngjarjen e tij të vërtet në jetë. Muzdelifja ishte vendi I bekuar, sepse takuam njerëz të bekuar, me jetë interesante të bekuar, siç ishte jeta e Beshirit. Dëgjuat emisionin Tregime të zgjedhura. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Incizimi u mundësua në radio produksionin Zëri I Shtimës.